Presidenti i Republikës Shqipërisë Bajram Begaj ka vizituar pak ditë më parë luginën e Preshevës. Vizita e Begajt ka sjell reagime teksa studentët e Universitetit Novi Sadi kanë kërkuar të dinin se përse nuk kishte njoftuar vizita e presidentit shqiptar, si dhe kërkuan të dinin pse mediat e lidhura me regjimin serb nuk raportuan vizitën në Beograd. Grupi jo formal i studentëve të Fakultetit Drejtësisë në blokad tha në postimet e tij në Instagram se presidenti i Shqipërisë nuk bëri një vizitë zyrtare në Beograd, por shkoi në qytetin e Bujanocit dhe Preshevës, i shoqëruar nga policia serbe dhe një njësi siguri armatosur me armë automatike. Sipas tyre, Begaj u prit nga zyrtarët vendas me flamuj shqiptar. Pra edhe një vizitë shumë normale e një presidenti të Shqipërisë në Lugin do të shoqërohet padyshim me reagime në Serbi. Dhe kam kënaqësinë kem kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar, Enkel Xhepi, zoti Xhepi, kënaqësinë kem të bisedë. Faleminderit që u bashkove. Kënaqësi është edhe imja. Tani unë nisa pak me të reagimet të pritshme apo jo? Si sheh? Por realisht prej gjithmonë kanë qenë këto gjëra shteti shqiptar dhe shteti Kosovës gjithmonë i pengojnë Serbisë dhe Serbia është ende në frymën e asaj nacionaliste dhe këtë bëjnë për konsum të vetëm brendshëm, sepse e mira e gjithë kësaj vizite është që nuk ka pasur asnjë incident më të vogël dhe kjo gjë nga këta studentët ata po mundohen që ta përdorin për çështjet e tyre, sepse presidenti Vučić shpejt do t'i shpallë zgjedhjet dhe kjo është një iniciativë që këta të fillojnë me këtë gjë që ta bëjnë sa më të megalomane, aty propagandën e tyre anti-shqiptare, me të cilën tentohet të mirën vota dhe të përfitojnë politikisht në elektoratin e tyre që shumë shpejt do të jenë zgjedhur. Ndërkohë, si shkoi vizita në përgjithësi, Engel, më trego pak vizitën e Presidentit e Republikës në Lugin, si u prit nga shqiptarët aty? Të padyshim, ju keni pasur mundësi të takoni presidentin si Tiranë ose diku tjetër, por ndoshta qytetarët e thjeshtë kur shohin presidentin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht emrit, pavarësisht çfarë bën, çfarë nuk bën ai, të mirat dhe të këqijat e tij në politikën e brendshme në Shqipëri, kur është presidenti i Republikës së Shqipërisë, padyshim ka tjetër peshë, apo jo? Patjetër pesha e saj është, mund të them edhe peshë shumë e madhe, peshë historike, pasi në këto konspekte vetë prezenca e presidentit të Republikës së Shqipërisë flet më shumë për ekzistencën e shqiptarëve edhe të Luginës së Preshevës, ku presidenti Begaj takoi institucionet që janë në Preshevë dhe Bujanoz, gjithashtu edhe një pjesë të këshilltarëve të Medvegjës, pasi Medvegja udhëhiqet nga serbët. Pra ishte një komfort, një pjesë ku tregoi që shqiptarët nuk janë vetëm dhe kanë mbështetjen edhe të Shqipërisë. Pra vetë vizita që nuk vizitoi presidenti Beogradin, po erdhi direkt në Preshevë dhe Bujanoz, ka peshën e vet dhe ka rëndësinë e vet të posaçme. Pasi vizitat e tjera që kanë qenë, ata gjithmonë kanë qenë vizita të cilat janë nga Beogradi kanë ardhur në Lugin të Preshevës dhe kjo pra e ka, siç e thash, edhe rëndësinë edhe peshën e saj, ku edhe presidenti Begaj ka pa direkt gjendjen se situatën në Lugin të Preshevës, kryesisht ka takuar edhe shqiptarët, por arsysht edhe politikanë shqiptarë dhe pastaj pas gjithë asaj vizitës që patëm, zoti Begaj, presidenti i Shqipërisë, takoi të gjithë politikanët në një darkë të tij në Preshevë. E kuptoj. Çfarë premtimi morët nga Begaj, zoti Xhepi? Se kemi qenë edhe unë jam, edhe ju keni qenë shumë kritik me Tiranën. Çfarë premtimi arriti merrit presidenti Begaj? Tani unë pres gjëra konkrete, pres të jetë më të zëshëm dhe besoj që edhe Shqipëria, e kemi folur edhe më herë, Shqipëria ka filluar një qasje më ndryshe, e ka ngritë zënin më ndryshe dhe vetë presidenti Begaj në OKB e ngriti çështjen e Luginës së Preshevës, po gjithashtu edhe kjo ka rëndësinë e veçantë se kjo vizitë vjen pas vizitës së dy kongresmenëve Amerikan në Lugin të Preshevës dhe çështja e Luginës së Preshevës është duke u trajtuar një çështje me rëndësi të veçantë dhe po merr gjithnjë më shumë hapa të rëndësishëm si faktori ndërkombëtar po ashtu nga faktori shqiptar. Gjithashtu në premtimet gjëja se shumë shpejt pas
Kosovës, pasi Kosova do të personalizojë qeverinë e saj, do të jenë në koordinim, do të marrin hapa konkrete dhe do të jenë në koordinim bashkarisht me Kosovën dhe Shqipërinë, dhe ku edhe ajo kërkesa jonë ishte që të krijohet një strategji kombëtare për çështjen e shqiptarëve të jashtrojeve, kryesisht për shqiptarët e Luginës së Preshevës, sepse e kemi thënë edhe më herët që Lugina e Preshevës është një vend i veçantë ku shqiptarët dhe padrejtësitë çdo herë që keq trajtohen dhe maltretohen nga padrejtësitë që i ndodhin të shumta. Po ashtu edhe gjërat që kemi ngritur janë gjëra të cilat çdo herë i kemi potencuar, por realisht kur i ka prekur presidenti nga vetë takuara me qytetarët, e ka parë, e ka rëndësinë e peshant dhe peshon pesha e saj kur dëgjohet edhe nga qytetarët dhe jo vetëm nga ne politikanët, të cilët çdo herë ngrisim këtë çështje apo lobojmë për këtë çështje. Pra, kjo që duhet që e kemi kërkuar është që të krijohet një strategji dhe të ecim në hapa konkrete, sepse jemi në momentet e fundit ku shqiptarët janë duke u munduar që të kalojnë këtë krizë, sepse është një krizë e thellë dhe çdo ditë më tepër po thellohet. Nga vizita ime që ka pasur në president dhe deri më tani ka ndryshuar shumë gjëra dhe ka shkuar duke u përkeqësuar gjendja dhe nuk ka shkuar duke ecur në hapa konkret. Prandaj duhet të presidenca dhe qeveria e Shqipërisë të intervenojë, sepse janë hapa të ngadalshëm, po duhet jenë hapa konkret dhe hapa të qëndrueshëm që ne të ecim përpara dhe Serbia të trajtojë çështjen e shqiptarëve të Luginës së Preshevës si një çështje të rëndësishme për siç i përket edhe. E kuptoj, po zotë Rexhepi, ju me shumë drejtë thoni, por si mund të trajtojë Serbia me prioritet një çështje tillë me shqiptarëve ku Snežana Paunović, nuk e di, ja thash mirë emrin apo jo? Ministria serbe për administratën publike dhe vetë qeverisjen lokale, thotë që unë do kisha bërë pastrim etnik në të tetën. Kjo mentaliteti i Serbisë, që thash edhe më herët, këta mundohen. Kush është ky personazh? Enkel, më trego pa kush është ky personazh? Unë hera parë që dëgjoj ndjes, nuk është se ndjek shumë politikën. Ish ministra në kohën e Miloševićit. Ish ministra në kohën e Miloševićit. Pra kjo ka bërë atë që nga babai i saj ka marrë, është edukuar nga babai i saj që sot është i vdekur dhe është kriminali i Ballkanit, kasapi i Ballkanit, pra kanë në njëjtën filozofi politike kundër shqiptarëve dhe kundër janë të gjakosur nga masakrat që i kanë bërë në Srebrenicë dhe në Kosovë. Pra ata ende janë duke jetuar në botën serbe, pra dhe kjo gjë do ta kishte prekur edhe këtë ministre nëse do të jetë pjesë si babai i saj që është Miloševići. Pra ende ushqien me iluzione të kota, me iluzione të gjakut, me iluzione të hakmarrjes, me iluzione të skumbullta, ku mendojnë që vetëm Ballkani është i serbëve, domthonë iluzioni i botës serbe është një analogji e tërthort e kësaj politike që po udhëhiqet. Domethënë, ende jetojnë me këtë metodë të spastrimit etnik. Ka pasur reagime... Njëjtë bën që po bën me metoda më moderne. Ka pasur reagime, do të Rexhepi, për këtë deklaratë? Si ka qenë reagime? Ka pasur shumë reagime, ka pasur reagime edhe nga Kosova, edhe nga faktori politik këtu në Luginë të Preshevës. Pra, ne jemi të qartë që ata që mendojnë ashtu dhe duhet të veprojnë ashtu. Po ka kaluar e koha e Miloševićit dhe shqiptarët nuk i presin më si përpara dhe tani nuk merren me thashë themet e kota të cilat për çështje elektorale mundohen që bëhen tamam tipik siç janë. Sepse dalin nga vetvetja, apo dalin nga petku i politikanit dhe flasin me gjuhën vullgare, me gjuhën e urrejtjes, apo edhe me gjuhën e amiqësisë që e kanë të vendosur. Okej, ndërkohë, do Rexhepi, duhet ndalem pak në një tjetër zhvillim, pasi Parlamenti Evropian i ka bërë thirrje Serbisë që të marrë hapa konkrete për normalizuar marrëdhëniet me Kosovën. Si e shihni këtë reagim që ka ardhur nga Parlamenti Evropian? Patjetër, Parlamenti Evropian duhet që ta thellojë më tepër
dhe duhet i bëj trysni Serbisë, sepse Serbia ka problemet edhe me pakicat e veta mbrenda saj, dhe dialogu me Kosovën duhet patjetër që ta ndëshkojnë Serbinë, sepse Serbia është ajo pjesë e cila çdo herë pengon dhe çdo herë tërhiqet nga aspektet politike, por ajo që duhet që na ndërlidh me neve në Luginë të Preshevës, mendoj që Lugina e Preshevës duhet të përfshihet patjetër në bisedimet Kosovë-Serbi. Këtë ja kemi bërë të qartë në lobimet tona që kemi pasur në Bashkimin Evropian. Gjithashtu edhe Bashkimi Evropian duhet që ta tërheq vërejtjen dhe ta përfshijë Luginën e Preshevës si pjesë e bisedimeve, sepse nuk mund të ketë stabilitet në Ballkan pa përfshirjen e shqiptarëve të Luginës së Preshevës në bisedimet Kosovë-Serbi. Dhe pala sërbe gjithmonë e kundërshton. Padyshim, dakord, por kur vjen tashmë nga Parlamenti Evropian, si shihet ky reagim në Serbi? Po Serbia nuk është hera parë, duhet të thënë vërtet nuk është hera parë që BE-ja dhe Parlamenti Evropian ka reaguar ndaj Serbisë, po duket sikur Serbia nuk ka vë ujë në zjarr sistemin e shqiptarëve, kështu që për Serbia deri më tani Serbia nuk e ka ndëshkuar, unë mendoj që duhet të ndëshkojë Serbinë. Nëse Serbia nuk ndëshkohet, Serbia vazhdon me këtë avaz dhe nuk kthehet mbrapa, sepse ajo po e sheh vetë dhe ka kuptuar që Bashkimi Evropian nuk e ndëshkon. Por të fillojnë ndëshkimet ndaj Serbisë, Serbia më njëherë do të reagojë dhe nuk do të jetë ajo Serbi të cilët është duke ndodhur. Sepse po ta lëndatoj Serbinë, me gjitha ato probleme që i ka dhe të brendshme dhe të jashtme, Serbia domthonë prap lëndatohet. Dhe Bashkimi Evropian nuk duhet ta lëndatojë. Dhe nuk duhet të jetë vetëm në deklarata, por duhet të jetë në gjëra konkrete dhe në intervenime konkrete, në ndëshkime konkrete kryesisht ndaj qeverisë së Serbisë, sepse Serbia është duke bërë gjëra të cilat asnjë vend në Ballkan, me asnjë vend fqinj nuk i ka raportet e mira siç i kanë raportet tjera. Me të gjitha vendet fqinje Serbia ka problematika të saj, si të jashtme ashtu edhe të brendshme. Serbia ka ende pretendime territoriale për çdo fqinj që e ka afër. Ndërkohë, ngel dalim pak të situata politike, çfarë ndodh në Luginë mes shqiptarëve, prag të zgjedhjeve që të jenë kur të jap dorëheqjen Vučić, pritet, ai ka thënë të jap shumë shpejt. Dorëheqjen do kemi zgjedhje, si është situata mes shqiptarëve? Shqiptarët ende janë në pjesën sepse ende nuk dihet konkretisht çfarë po ndodh. Por realisht shqiptarët me ardhen siç edhe me presidentin e Begaj e diskutuam çështjen që shqiptarët nuk duhet të jenë vetëm një zë në Parlamentin e Serbisë, po duhet të jenë minimumi 5 zëra, 3 zëra apo 5 zëra në Parlamentin e Serbisë dhe duhet që të krijohet një front ku duhet krijohet kjo strategji që ne të jemi gjithashtu shumë zëra në Parlamentin e Serbisë dhe gjuha me të cilët duhet të përdorim është gjuha kundra këtij pushtetit dhe gjuhë e cila të krijohen zëra kundra padrejësive që po ndodhin në Luginë të Preshevës dhe unë mendoj që duhet faktori politik duhet të bashkohet dhe të dalim në një listë dhe të ecim përpara, sepse ne mund të mos pajtohemi në gjëra të vogla politike brenda këtu, por realisht në gjërat konkrete, të cilat janë dhe më të mëdha se sa që janë gjërat lokale, ne duhet të bashkohemi dhe të ecim përpara bashkërisht në këtë. Dhe ne si Këshill Kombëtar Shqiptare përkrahemi këtë iniciativë dhe do të japim kontributin tonë që shqiptarët të jenë një zë dhe të jenë së bashku në Parlamentin e Serbisë dhe fal Zotit duhet që nëse angazhohemi bashkërisht mund të marrim edhe 5 zëra në Parlamentin. Edhe 5 mund të arrijmë? Mund të arrijmë deri në 5. Okej, do ishte ideale. Zoti Xhepi, shumë faleminderit. Të përshëndes, është gjithmonë kënaqësi të bisedoj me ju. Të uroj një vim ditë sa më të mbar dhe për çdo gjë nga Lugina, ju e dini, studion e Euronews e keni gjithmonë të hapur, kështu që mos hezitoni. Përshëndes, faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe përshëndetje për gjithë shqiptarët. Faleminderit shumë.